Ju përshëndes zonja dhe zotëri, njuftoj të na ndiqni, do të flasim edhe këtë herë për sistemin e drejtësisë, po jo vetëm, ju jeni informuar në fakt edhe nëpërmjet edicioneve tona informative, është ish deputeti i Partisë Demokratike Lefter Maliqi, i cili vetëm në SPAK ka bërë 11 kallëzime, nga këto vetëm 4 çështje janë marrë në shqyrtim, ndërkohë ka një vendim të gjykatës së lartë përsa i takon kryetarit të bashkisë në Kuçov, Kreshnik Hajdari. Natyrisht vendimi nuk shkon në favor të kryetarit të bashkisë, sa takon ligjit të dekriminalizimit, fshehja e një dënimi penal të formës së prerë sjell humbjen e mandatit, prandaj sipas zotit Maliqi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka zbatuar ligjin. Për ta diskutuar më në detaje këtë çështje, e përshëndesim së bashku Maliqi, mirë se vini. Përshëndetje, kënaqësi. Si ka nisur e gjithë kjo histori, Maliqi, dhe jemi tani me një vendim të gjykatës së lartë, dhe kur do ta zbatoj ligjin Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për këtë çështje? Tani të gjitha mediat kam pasqyruar në kohë reale krimin e rëndë shtetëror dhe elektoral në KZZ-n 64 në Kuçov, ku Çuçi i familjes ish ministri i rendit, në bashkëpunim me operacionalen, në bashkëpunim me oligark, bandit, bën të mundur ndërrimin e kutive në KZZ-n e krimit në një dhomë të fshet, ku çuditërisht KQZ-ja mori vendim para një viti për shëmjen e kësaj KZZ-je, për shkak se kishte një dhomë të fshet ku ndërruan kutit. Betejë ime ishte fort ligjore, deri në kolegjin zgjedhor, kolegji zgjedhor hapi kutit, këto kuti që ne dyshonim për të ndërruara ishin pa vull, ishin pa pamje filmike dhe me 04 të gjitha të paplotësuara, që do të thotë ne mendonim se do ta shpalltet pavlefshme kolegji zgjedhor, po mbas një ori pushime e ndryrjeve të fuqishme nga rilindja dhe mbështetësit e Hajdarit të famshëm, i cili keq përdoret në oligark për interesa korruptive, duke lënë Kuçovën si në mesjet, me ato rrugë që i kanë bërë publike, me atë treg, me atë muze e me radhë, pastrimi i qytetit nga Viola Green, e cila është në hetim nga SPAK, 1,7 miliard, pra për shkak sepse në Kuçov varje xhaketën, thoshte i ndjeri fino, dhe Kuçova 36 vjet drejtohet në Partia Socialiste. Dhe nuk e mendonin dhe nuk e duronin dot marrjen nga opozita për herë të parë në 2023 dhe bën atë krim të rënd shtetëror dhe elektoral. Unë ka vazhduar proceset ligjore, por jemi në regjim, në narkoshtet, i vetmi rast Kuçova që po bën 3 vjet tani, edhe një vit mbaron mandati, që vazhdon një betejë të fortë ligjore, politike dhe mediatike. Dhe duhet ju them që në bazë ligjit dekriminalizimit nuk do të kishte konkuruar, ne ja çuam me vull apostile për falsifikim të formularit dekriminalizimit. Kur e keni çuar? E kemi çuar që 2 muaj, që në momentin e shpalljes kandidat është çuar në KQZ. Pra para procesit zgjedhor. Para, dhe KQZ-ja duhet ta kishte shkarkuar, por KQZ-ja vazhdon me ndryrje të oligarkisë dhe të politikës, e çon gjasme për verifikim të thelluar në prokurinë e përgjithshme. Maliqi, se shumë e rëndësishme ta kuptojnë qytetarët, pra ju para procesit zgjedhor, po thoni ja keni dërguar institucionit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ka falsifikuar. Është i papajtueshëm, po, me fjalë 2 herë ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit. Dhe nuk është marrë parasysh. Dhe KQZ-ja nuk e mori parasysh, i rasti parë unik në Shqipëri, sepse të gjithë rastet të tilla, që nga Kajmaku që nuk u lejuat konkuronte, që nga i Shkodrës që nuk u lejuat konkuronte, pastaj Roshi, Reovica, Qifja, po themin e Doka, janë gjitha ta veta me fe kryetare deputet, të cilët për shkak të fshehjes së dënimit, pavarësisht masës së dënimit, në fe ka lënë mandatin sepse është vepër penale. Dhe vërteta është që kjo vepër penale u dënuati me 1 vit burg, me gjykim të shkurtuar 19 burg dhe konvertuar me ndryrje të drejtësisë kapur me 150 orë punë, edhe me kaq dënim që mori formë të prerë, Këshilli i Ministrave në bazë kushtetutës duhet ta kishte shkarkuar, pra nuk kemi drejtësi. Tani në rastin konkret, kryetari i KQZ-s e mbajti në detyrë, ne e ankimuam në KAS në bazë ligjit dhe KAS-i na dha të drejtë ne, duke ja rikthyer përsëri Celibashit për shkarkim. Dhe në këtë kohë avokati i shtrenjtë Dhori Sollaku, pra me taksat e qytetarëve të Kuçovës, e pa ditë në gjykatën administrative KAS-in. Pra një pipong i tmerrshëm
dhe ne vëm në gjykatë administrative për ta kundërshtuar, sepse nuk ishte kompetencë e gjykatës administrative. Gjykata administrative na thot që është me leje lindje gjyqtarja. Mbas një vit e ca lind gjyqtarja, sikur s'kishte gjyqtar të tjerë, na thërresin, vëm para 6 muajsh, bëjmë seancën e parë, kundërshtojmë me Ndërkohë zgjedhjet ishin ndërkohë vazhdonin procesi zgjedhor. me fjalë këtë cirku i institucioneve të shtetit dhe gjykata administrative në seancën e dytë shpall mos kompetencën për t'ia çuar përsëri Celibashit për të marrë vendim. Në këtë kohë vazhdon cirku, e çojnë në gjykatën e lartë. Dhe gjykata e lartë para një muaji, kolegji i lartë zgjedhor, që tani na më dhan njoftimin, vendos me fjalë për shpalljen e mos kompetencës dhe delegimin e çështjes tek Celibashi për shkarkim. Pas 3 vitesh. Tani sigurisht unë ka bërë shkresën sot, nesër do të jem para medjave për ta çuar, do të mblidhet keqëzeja. Për mua nuk ka më kuptim, sepse me fjalë zgjedhjet e për një vit janë zgjedhjet, edhe nëse Celibashi do marrë vendim për shkarkim, pra kryetari i KQZ-s, atëherë pala tjetër do të ankimojnë në kas, në kolegj, pra vazhdon ky cirk, ndërkohë e kundërta edhe nëse do marrin vendim për ta mbajtur detyrë përsëri, ne do ankimojmë në kas, kolegj për të bërë procedurat tona, por nuk ka më kohë. Pra qëllimi i këtyre institucioneve të shtetit me ndikimin e oligarkisë dhe të politikës ishte që ky të mbaronte mandatin për shkak se Kuçov vetëm vidhet. Pra 7 miliardë ca granti dhe të ardhurat në vit, me fjalë vidhet në mënyrë barbare. I kam thënë me kohë kam bërë kallëzime, 4 milion e ca euro ujësjellësi Sinecit, me fjalë sot nuk ka ujë të pishëm, me shkelje flagrante pa leje mjedisi në zonë të mbrojtur, kam bërë kallëzim në SPAK, është deleguar prokurorisë Beratit, ende nuk ka asnjë vendim sepse është shkelje flagrante. Krim elektoral, çakull elektoral, asfalt mbi asfalt elektoral, ditën e shtunë u përplasëm me policinë, me oligark, me punonjës të bashkisë, ditën e eshtjes zgjedhore e dhanë të gjitha media, ndërrimi i kutive, ndarja me kryqin e kuq, me fjalë që i kapën flagrant në zonën e Lumasit me administratore e punonjës bashkie për blerjen e votave, ndërkohë që janë bërë edhe 8 kallëzime të tjera për abuzime të rënda me tendrat, shkelje të rënda deri në fshehje të ardhurave nëpërmjet vllajt të tij Angelo Christos, i cili ka 2 apartamente të paktën deklaruara në Angli, në Greqi, ka ndruar emrin e meradh dhe edhe për këtë kemi dhënë denoncim nëpërmjet lekëve që qarkullojnë nëpërmjet Abi Bank, me fjalë bankës së familjes së zotit Rama. Pra, do t'u them shqiptarëve, unë betejën morale me Kuçovën e kam fituar. Betejën ligjore do ta vazhdoj derisa Ajdari dhe të pastët. Keni dhe një vendim të gjykatës lartë edhe betejë juridike duket në favorin tuaj tashmë. Sepse është në favorin, por në mandati i mbaroi. Pra mandati pothuajse po i mbaron. Pra ne bëjmë edhe betejën juridike deri në fund. Dhe qëllimi im është që taksat e qytetarëve që ai ka vjedhur dhe ka abuzuar, t'ia kthej, të ndjekin paran SPAK-u. Pra domani mua më kthem përgjigje një javë para se të mblidë mandatin, që për 4 çështje janë hetim, për 7 tjerat nuk është filluar, atëherë unë i bëj një memo tjetër drejtor Klod Braus, me fjalë drejtorit të SPAK dhe i çoj 7 kallëzimet e tjera. Dhe çfarë ndodh çudia më e madhe, përveç kësaj që do të bëjmë me KQZ-n e Kasin kolegjin, përsëri do na zë vitiri atje, se u bë rumor institucionet e kapura të shtetit dhe drejtësia me 2 standarde. Nesër do të jem në 90 pranë gjykatës posaçme kundër korrupsionit, ku SPAK-u i famshëm ka marrë një vendim për pushimin e timeve, ku zonja Vokshi në emër të bashkë fitojmë, bëri kallëzimin, me fjalë në bazë prova që unë çova, bëri edhe një kallëzim për krim elektoral dhe duan të pushojnë këtë krim. Çfarë ndodh? Për të qeshur. Pra duan të pushojnë një çështje. Pra këtë çështje vetëm sepse janë 11 kallëzime të tjera. Kjo nuk është krim elektoral sipas tyre. Pra thonë që nuk është krim elektoral, ndërkohë që ne i kemi çuar të kapur me foto njerëzit duke ndarë ndihma të administratës së bashkisë. Çakulli elektoral i përzën nga banorët, me fjalë në kohë fushate, banorët e Lumasit, me fjalë 2 kilometra asfalt mbi asfalt, po përveç saj edhe shumë të tjera, me fjalë ditën e eshtjes elektorale, po përveç saj çfarë bën SPAK-u i famshëm, që ta dinë shqiptarët. Unë bëj kallëzim dhe zonja Vokshi dhe çfarë bën SPAK-u, vetëm merr njerëzit e mi për tër natën, mbas zgjedhjeve i marrin natën dhe në mëngjes i ngrejnë që nga NIP-i, shtabi tim elektoral, i shoqërojnë në polici, i marrin celularët, me fjalë unë bëj kallëzim për krim elektoral, marrin vetëm njerëzit e mi. Dhe i lëshojnë për 1 ditë, 2 ditë pasi më verifikojnë WhatsApp-et, që nuk ka asgjë. Sepse i thash edhe mua më thërrisi, se në përgjim kam qenë. Po personat që keni kallëzuar janë. Ndërkohë ata nuk janë thirrur. Nuk janë thirrur, janë thirrur vetëm 2 veta, dhe për të gjitha kallëzimet edhe dëshmitar okular nuk kanë thirrur. Madje oficerëve të BK-s, unë i kam thënë që ju nuk keni çfarë bëni, se është oligarku në mes, me fjalë janë paratë e mëdha në mes. Edhe është urdhën politike në mes. Nuk bëhet fjala për një Ajdar. Ajdari është
Trendelin me në këshe, për gjithë banorët ati, bile thirrën në media, as për të komunikuar nuk di, por e ka vendosur aty vetëm për interesat e tyre korruptive. Por nuk gjenin dot dikë tjetër pa... Sepse nuk i intereson njeri me dinjitet. Pra, atyre u intereson një njeri që ta komandojnë. Të i thonë këtë tender da marun, këtë projekt po ta bëjmë ne dhe bëhe kështu, pra lekët do t'i marrim bashkarisht dhe populli Kuçovës vuan atje në një gjendje skandal, ndërkohë që në kohën e diktaturës Kuçova ka qenë ndër qytetet më të zhvilluara në Shqipëri, tani është qyteti i fundit në Shqipëri. Prandaj është qëllimi im që bashkinë e Grabilut t'ia kthejë qytetarëve, Kuçovën t'ia kthejë kantier ndërtimi, shembull në gjithë Shqipërinë brenda 6 muajve. Unë jam kryetar aktual, por ma morën ma grabitën narkoshteti. Kështu që unë prandaj po vazhdoj betejën derisa të rikthej besimin atyre banorëve. Nuk ka drejtësi në Shqipëri, ju i keni parë, që Balluku mbrohet me imunitetin nga Rama dhe jam lodhi ja ka bërë 8-2, ndërkohë që e pati ish presidentin çai bëri me fjalë zmoni zvarr, e fotografoi me ish ministrin Hoxha dhe odhi në rrugë, Proda dhe ata odhi në rrugë, me fjalë dhe mban atje në kafazin e Qelç me kushte të cënuara në paraburgim, mbajti në arrest shtëpie Sali Berishin, se ky është diktaturë, ky është regjimi. Mban në presion Fatmi Mediun dhe arreston këtë do qefi ati brenda njerëzve vet. Ngriti kokën e Erion Veliaj, e arrestoi, por jo për iniciatorët, e arrestoi për gjëra tjera. Ngriti Lefter kokën e keq përdori piu dhe birrë futin në burg dhe shumë të tjerë që i ka futur në burg. Shpëtoi Arben Ametaj, shpëtoi dhe Najeta, pavarësisht se është bashkëfajtor, çka ka thënë ai ka ngelur. Pra çdo njeri ky ket do brenda llojit i fut në burg dhe vetë është i pastër. Zoti Maliqi, ju me të drejtë thoni që ky mandat iku tashmë se kanë kaluar 3 vite, ka mbetur edhe 1 vit dhe me këto ping-pongjet që bëjnë këta, ikën edhe ky viti tjetër, po mirë, nuk do të ketë përgjegjësi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për mos veprime antiligjore në këtë rast? Ka shkelur ligjin, por mos harrojmë një gjë, ne kemi bërë një met kallëzime edhe unë qesh. Tani ata kur ma bëjnë mua, që jam edhe jurist dhe oficer policie, kam qenë drejtues policie, kam arrestuar me burgim të përjetshëm. Kur ma bëjnë mua, imagjino ç'a mund të bëjnë të tjerëve, që janë qytetarë të thjeshtë që nuk njohin ligjin. Unë dal në median tuaj dhe kudo në çdo media dhe them, runi na ushqimet në burgje. Me fjalë sepse janë ushqime me miza, fasulet, mishi kalbur, me fjalë, i papërdorë, mund të fusin ilaçe me fjalë të skaduara, e me radhë dhe i them që runi, i them në ushqimet, i them i bëna një thirrje atëre ta zëm zotit Meta apo dhe tjetrit, kush ishte koka me radhë. Sepse ushqimin ata e han, me fjalë e han të kontrolluar, se çan jemi në regjim. Ç'a ndodhi para një javë që u bën publike mediat? Kërcenin me celular, qef me pijet ndaluara, celular ndaluar në burgun e sigurisë lartë. Ç'a ndodhi në burgun e sigurisë lartë në Peqin? Doli manja i famshëm, thoshte është edhe me dron pistoleta, ndërkohë që në të gjitha hetimet e merat doli që ishte futur në ushqim pistoleta arme zjarrit dhe u vra i burgosur, vrau të burgosurin. U arratis tjetri në Durrës, tjetri bëri vrasje nga brenda burgut, jashtë burgut, krim terrorist në Rinas, e me radhë, që do thotë kur nuk ka siguri në burgje, nuk ka siguri as terren. Ç'a po ndodh, iku jeta e fëmijëve. Vendi është populluar, është varfëruar, vetëm skandale, 40 milion euro pasuri vetëm Agasit, zonjës së Akshit, që Rama del aty dhe thotë që s'ka shtëpi dhe dalin pasuri të tjera. Pra ky vetëm mashtron legalizimi falas, shëndetësi falas, pensionet për turp, vendi është populluar, bujësia degraduar, arsimi degraduar. Ky e shkatroi këtë vend, sepse ky me lekt e drogës në kohën e Tahirit, të iniciatorëve dhe me lekt e pallateve, pastrimi parave që po bën dhe me PPP e famshme, ky blen me Gonigal, blen ndërkombëtar, ky është gati të ulet në gjunjë melonëve e kompani dhe të thallet me popullin e vet, e shpartalloi opozitën duke futur në arrest shtëpi tjetrin duke arrestuar, duke i marrë edhe vulun deri para një vit e gjysmë, duke i bler dhe joshur, e me radhë prandaj ne jemi në një betejë jetike, mos u duket ndonjë abi edhe këto që ndodhi brenda Partisë Demokratike, sepse është loja e qeverisë rilindjes 13 vjet, e cila fut qëllimisht për çarjen tymnajn me analistë të keq përdorur nëpër media. Ju keni parë, unë kam pas disa përplasje me analistë që nga Idet Beqiri, bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit që bën propagandën e Partisë Socialiste, edhe Burgaxhi, duke filluar në Frok Çupi që janë përplasur keq, që nga ky i fundit që është ky që na Kosova që ka ardhur Batonaxhiu apo jo? Batoni po ky i fundit Albatros çka ka ky. E me radhë, me fjalë që mbron qeverinë në çdo media për shkak sepse bashkëtor me çupën e nënkryetarit bashkisë
edhe ndërkohë që edhe një petit drejtor, sepse janë të lidhur njëri me tjetrin. Mali që ju po thoni që gjithçka nuk shkon brenda Partisë Demokratike, kanë fajin analistët, mediat? Sepse është bërë një propagandë e madhe, qëllimisht që Berisha është bashkë me Ramën, me fjellë e shapur kjo në tymnaj, kështu që nuk ka më. Kjo është një lojë e propagandës së këtyre analizëve të mirë paguar, të blerë, të joshur e me radhë, propaganda që bën ky, që gjë që nuk është e vërtet, dhe unë besoj dhe shpresoj me fjalë që mbas datës 23 unë e kam thënë dhe them që mbas zgjedhjes, sepse edhe të gjithë ishin kandidat me Berishën, Berisha fitonte. Këtë unë e kam thënë dhe them. Por sot është fakt që s'ka asnjë kandidat për ballë. Por sepse të gjithë e themi që Berisha është në mision, do që ta qoj në fitore, ka detyrim për ata qindra mira demokratë e Rrugës së Shpresës apo edhe në për protesta, do të largohet si fitimtar, por ajo imi është që unë besoj që diçka do ndodhi, se po nuk ndodhi atëre zgjedhje lokale erdhën shpejt, edhe unë jam skeptik pasaj nëse ne nuk marrin të paktën 20 bashki e kemi të pamundur fitoren nëse do bëhen 2029, nëse s'ka zgjedhje të parakoshme, sepse pushteti lokale është ai që sjell pushtetin qendror. Dhe unë kam thënë që drejtues politik, një pjesë e tyre duhet lëvizin, drejtues degësh apo dhe drejtues lart në qendër duhet hapet partia, duhet kenë nivele të reja. Ju thoni duhet të lëvizin, po ndërkohë po sepse listat e mbyllura ishin vrastare. Edhe unë them që diçka do të ndodhi dhe brenda Partisë Demokratike, sepse unë vi, pavarësisht drejtues politik i Partisë së Lirisë, por unë vi nga baza, unë takoj demokratë shumë, të cilët më thonë që çfarë po ndodh dhe çfarë më thonë, më thonë po mirë, një pyetje duhet ta ketë sot çdo demokrat i ndershëm, po ç'janë këto kritere që nuk i plotson askush në Partinë Demokratike për të qenë kandidat përballë zotit Berisha? Po, nëse ndonjë kandidat do dojë Kjo do t'ishte e trishtueshme nëse është realisht kështu, pra asnjë opozitar nuk plotëson kriteret për të qenë qoftë kandidat përballë Berishës. Tani, unë do të përgjigjem e sinqert për publikun. Nëse Berisha do donte të nxirrte kandidat vet, ju kujtoni dhe ju si popull, kujtoni se nuk nxjerr dot, mund t'i thoshte Dritan Shehu dilti, mund t'i thoshte për shembull Albanës dilti, mund t'i thoshte një deputeti tjetër dilti, aty që ka, mund t'i thoshte Luciano Boçit dilti, me fjalë të gjithë dinë që Berisha fiton. Këtë të jeni sigurt. Këta kandidatë që kanë dalë, disa nuk kanë plotësuar kriteret, disa të tjerë ka informacione, sepse ka informacione që është në lojë Partia Socialiste, unë po ta them ty, edhe disa zgjedhje në përdeg, është në lojë Partia Socialiste për shkak të ndikimit të pushtetit. Unë kryetar komune isha, edhe Partia Socialiste bënte çfarë thosha unë, kryetar komune unë. Pra, sepse ishte fuqia e pushtetit. Pra, Edi Rama nëpërmjet pushtetit të lokal dhe pushtetit qendror dhe kaq më shumë 13 vjet, çfarë nuk bën? Josh, blen, jep tendra edhe brenda të djathës. Prandaj them që Sali Berisha është në një mision, datën 23 sigurisht që e ka fitoren, por problemi është çfarë do bëjmë mbas datës 23. Pra, unë e di shumë mirë që Berisha e njeh situatën shumë mirë në bazë edhe në qendër, po ka nevojë për një shkundje, sepse Edi Rama është në pushtet, abuzon dhe ndëron drejtuesit politik. Edi Rama është në pushtet, abuzon dhe ndëron ministrat çdo 3 muaj, çdo 4 muaj. Kështu që ka nevojë për qarkullim. Edhe Lefter Maliki, nëse nuk mbështetet në zonë vet, pse për shembull vazhdoj unë, se unë bëj debat me familjen, bëj debat me njerëz të mi, lëre politikën, më thotë. Ti e kisha lamet profesioni, policinë e shtetit, në moshën më të re, komisar policie, pedagog, pra sepse unë do e le në momentin që vendlindja ime nuk më do. Sepse vendlindja është ajo që vendos. Pra vendlindja më njeh. Si ka mundësi origjinën e kam në Kuçova, por vendlindja është në Lapardha, si ka mundësi që unë fitoj gjithnjë Lapardha, jo vetëm që fitoj unë, po fiton dhe kandidati tjetër që unë mbështes, edhe kur jam unë, sepse bëj për ata njerëz, se ata ta vënë etiketën. Lefter Maliki është ai dut. Lefter Maliki është me vil, Lefter Maliki është me resort, Lefter Maliki ka marrë lek për emërime. Nëse unë kam bërë këto, ata nuk më votojnë. Nëse unë jam i pastër, më votojnë dhe gjithnjë kanë fituar. Gjithmonë duke marrë në konsiderat edhe atë që ju thoni krim elektoral i pamtëshkuar. Sepse masakra elektorale ndodhi, por unë si drejtues lokal jam gati dhe po pati njerëz të fortë u thym brinjt këtyre. Jo lek t'japin, por nëse ne, ja për shembull në Kuçovë, unë do krijoj shtab në kuptimin figurativ ushtri për të mbrojtur votën. Pavarësisht se unë dyshoj që në Rogoz
me opozitën, po Partia Socialiste do bëj diçka. Po si se keni bërë Maliqi deri sot? Do të Unë e bëra po s'kisha vull. Unë e bëra po s'kisha fonde. Unë e bëra po s'kisha komisioner, s'kisha numërus, s'kisha KZZ, isha i vetëm, e kisha kandidat Alibejt. Gjithandej u troqën kandidat Alibejt e mua nuk u troq. Dhe unë nuk kisha çfarë bëja me gjithë përballje dhe me një dhomë të fshet. Krimi, me gjithë këto, me fjalë unë ja u mora bashkinë. Dhe ku bashkinë e Kuçovës që gjithnjë është humbur mbi 3000 vota. Pra, unë tani u them bashkinë Kuçovë da marr dhe po luftojmë për të marrë dhe bashkinë e Beratit. Por që të merret këto, duhet që në muin korrik gusht, në zonat e majta duhen shpallur kandidatët. Është tjetër gjë në zonat e djatha ku ka konkurrent, por në zonat e majta unë qesh, kushdo. Do të ketë primare kushdo në Kuçovë. Unë them që deri tani zërat zyrtar flasin. Unë them që primaret nuk duhet jenë. Për mua le të bëhen dhe primaret, jam i gatshëm, po pse nuk duhet jenë? Sepse primaret treguan që i futun konflikt demokratët njëri me tjetrin. Për shembull, Eliana përballë Lefterit kishte grupin e vet, në momentin që fitoi Lefteri, grupi i Elianës dilte kundra Lefterit. Pra, to gjëra nuk janë të mira. Madje unë them edhe për kryetarët e degëve. Edhe për kryetarët e degëve do të ishin edhe me emërim, edhe me komandim, sepse jemi në një vend të vogël, të shpopulluar, ku dhe antarësia ka lëvizur, ka qarkulluar, ku dhe ndryrjet majtës janë të mëdha. Pra, unë them që njifet, sepse njifet ka shumë ka gjithandej. Po ka gjithandej me fjalë edhe nuk janë bërë zgjidhje siç duhet, por problemi është edhe ti e di kush është filani. Një njeri me reputacion me kështu ler aty dhe kërkoj llogari. Jo bësh ti kryetar, shikon interesat e tua dhe nuk lëviz. Çka kryetari je ti kur ti nuk më lëviz më në qendrat e votimit? Në çdo qendër votimi ti duhet të kesh organizata të ngritura. Në çdo qendër votimi duhet të kesh antar të rinj. Ti duhet të kesh forumin e gruas, forumin e rinis, ti bësh kryetar dhe rri pret nga Zoti. Jo. Unë kur konkurroj për kryetar bashkinë Kuçovë me iku Truri, po mi që fillova 1 vit e ca para. Tani jam në kohë. Se vija për shembull në një qendër votimi thosha kush është antari i PD-s-tu? 2 antar ka, 3 kanë ikur. Kush është në ILS-is? Janë 2, po të 2 janë punë. Në një qendër votimi me 400 votues që votonin 200. Atëherë ç'a bëra unë? Bëra strukturë paralele. Sa ka Partia Socialiste thoshon? Ka 7 veta. Atëherë mua më duhet të kem të marr dhe 6 të tjerë. 2 janë dhe 6 tjerë, 8 që ta mund. Edhe munda. Në çdo fshat e mund, në çdo qendër votimi. Nuk punohen seriozisht. Po s'punove, si do fitosh ti? Po nuk punove, ka prodhim, po nuk je zonja ti bësh gazetare mirë, po nuk je si biznesi, pra kështu është dhe kjo punë. Sepse janë disa që marrin detyrat, jam kryetar, thot, janë drejtues politik, i futë edhe i frym për çarje, mirë ata demokrat që kanë 13 vjet, mirë ata opozitar që kanë 13 vjet. Kanë fajin analistët që folën pak më parë. Po analistët kanë fajin e propagandës së qeverisë. Por dhe këto gjëra janë gjëra që janë të dukshme në bazë. Për ta përfunduar bisedën aty ku e nisëm, janë 4 çështje që janë marrë përsipër nga institucionet e drejtësisë, ju keni bërë 11 kallëzime. Si do të vijoj betejë juaj juridike gjyqësore? Nuk do rrezohem unë. Do fitoj bashkinë dhe të korruptorit do vëmë pranga. Jam i detyruar dhe kryetar bashkisë me detyrën e etusit atje. Pra të gjithë tendrat që kanë qenë ç'ka qenë, edhe një pjesë do t'i marrë të gjitha, do marrë dhe KLSH në skaner komplet nga e para, me fjalë do vënë në tim ata që kanë vjedhur lekët e qytetarëve. Unë kam qenë kryetar drejtues vendor vet, kryetar komune merr 2 herë KLSH kontroll. Pra, këta kanë vjedhur taksat e qytetarëve. Këta nuk mund t'i gëzojnë ata, se ata ikin me miliona euro, ikin blen shtëpinë në Tiranë apo ikin në Angli apo ikin kudo, dhe qytetari vuan aty. Qytetari është pa punë, me rrugë të shkatruara, me banjo publike skandal, me tregje skandal, prandaj do ta çoj deri në fund, nuk ka. Unë kam thënë dhe them, për shembull, një tendër që kam kallëzuar unë, Pale Medici në zonë të mbrojtur, me fjalë 4 milion euro abuzimi pastër, nuk ka spak mbi tokë dhe nën tokë që mund ta mbyll këtë tim. Sepse njoh ligjet shumë mirë. 2 kilometra asfalt mbi asfalt pa procedurë të ndërimi nuk mund të mbyllet kjo tim, e mbyll kot, se prap do hapet. Po gjasë metohet, po imagjino ç'a ndodh këtu. 6 metohet, tu vetëm presion e bëhet. Më thonë shumë vetë mua, kujdesan, nuk kanë frikun. Pse s'kan frikun, s'kan bërë gjë. Ka ndryshuar diçka në frymën e SPAK nga ndryshimi i drejtuesit qytetarët e dinë të gjithë që bashkinë e grabitën, qytetarët e dinë të gjithë që po presin, por është Partia Socialiste e famshme, ajo që investon, që emërim të pengohet për konkurim, dhe që në rrogos të bashkëpunoj me një segment të opozitës që mua të më dëmtojnë, sepse e din shumë mirë, e din shumë mirë që Kuçovën ja u marr, por duke qenë dhe faktor i zonës Sotlakut, pjesë e Beratit, 1/4 ish kryetar komune që është e Beratit, ata e din frikën. Ata thonë, nëse jemi gati për Lefter Maliqin,
të falin tendra, të falim lek të madh, se janë të pazare, vetëm emri i tij me fjalë të cungohet ose të ulet. Pse ndodh kjo? Sepse ata duan të fërkojnë dorë, mos të lodhen, të fitojnë lehtë të gjitha bashkitë, ver kandidat këtë dushti. Dhe unë e them, kush konkuron Kuçov? Më thonë njëri dhe unë vetë jap dorën. Po ama me një kusht japi dorëqe. Deputetët, a janë deputet? A janë të fortë? Le të konkurojnë Berat dhe Kuçov. Pse nuk guxojnë të konkurojnë? Kurse unë po të isha deputet do lija mandatin. Unë e kisha thënë zotit Meta, zotit Berisha, unë një vit dohet për deputet dhe listapur. Mora 5300 vota dhe nuk e ankimova dhe nuk kisha numërus në Berat. Numërus në dy këzazat gjysmat kisha për njeriu. Që kisha me ligj. Pra, zoti Maliqi, beteja juaj juridike 5300 vota në një qartë majt. Në një qartë majt. Do jeni vendosur të merrni mandatin që ju kanë grabitur. Do ta marr sepse demokratët e ndershëm, socialistët e zhgënjur, forca politike që unë drejtoj që kanë bërë model, nuk u çoh, unë mora 2000 vota i vetëm kësë radhe, sa që mori gjithë opozita bashkë, 6 kandidati mora vetëm unë, pavarësisht se dhe aty u fut përçarja brenda të djathës dhe fërkoj barkun Partia Socialiste, ata morën 8000, ne morëm 4000, ndërkohë që unë e prita Sali Berishën si në asnjë qytet tjetër, sa thoshin nuk është Kavaj, pa është në Kuçov, dhe nuk u përkthye në vota për shkak të kësaj gjëje. Dhe unë nuk kam gjë personale me asnjë, por unë kam një unitet me popullin, me liderit të dy, Berisha Meta, dhe kam një detyrim të madh për gjithë mbështetësit e mi, që për herë të parë në 2023 thyen atë bastion të majt, dhe unë tani do ta kthyj atë bastion bashkë me të majtit e ndershëm dhe të djathët e ndershëm, dhe do shtri hapësirën, fuqinë politike drejt Shkaparit, na Berati në Shkapar. Prandaj më kanë frikën, se po u mor bashkia Kuçov, ata kanë një frikë të madhe sepse me fjerë për shkak të imazhit, unë me një komunë në Otlak, krijova një imazh të madh dhe i dhash Partisë Demokratike 3 mandate, ndërkohë që Gallupi e nxirrte me 2 mandate qarkun e Beratit. Për shkak se kjo komuna 500 vota, vajtim 2600, po punove për popullin, po që i ndershëm, po mbajte premtimet, po i tejkalove premtimet, atëherë ke një mbështetje totale nga ta. Do të kemi kohë për të folur. Reforma territoriale, le të ndodhin çfarë të doj, të bashkohet Kuçova edhe me gjithë qarkun e Beratit. Unë do konkuroj, do fitoj, do dërmoj rilindjen dhe regjimin. Do të shohim, Maliqi, do të shohim. Ju falenderoj për bisedën në studio. Nuk është shofori, është me kantok, është me prova, kanë fituar një komunë kundra të majtës së djathës, kanë fituar mandatin e tretë në Berat, e një dhe gjë. Do të jem kandidat sepse opozita e bashkuar për herë të parë do i thyej brenjit në kuptimin figurativ rilindjes, regjimit, krimit dhe korrupsionin qarkun e Beratit, dhe kandidat të përkushtuar duhet të ketë në gjithë Shqipërinë për të mundur këtë mafje e cila blen votat, intimidon me kriminale me radhë. Lefter Maliqi nuk ka frikë nga krimi, përballet lëvizji vetëm siç mbështeta në 2023 gjithë njerëzit e mi. Ngrita grupe NATO-n dhe i ndiqa apasapi, ta i du të rilindjes që ndanin lek, miell e ndihma për njerëzit nevojë për bler vota. Qartë, Maliqi, ju falenderoj për bisedën. Falenderime edhe për ju, zonja dhe zotrin që na ndoqët.